Aginano, violiniste, kompozitore e disa këngëve për fëmijë, artiste me përgjegjësi shumë të mëdha, sidomos në aktivitetet që organizon Shkolla Protagonistët dhe si rrjedhim edhe Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë. Agi, të falenderoj shumë që je pjesë e këtij podcasti. Agi, do bëjmë një bisedë për te jetës tënde si artiste sot. Unë të njoh shumë mirë, i di aktivitetet e tua, e di ngarkesën tënde si artiste dhe si mësimdhënëse. Por cila është Agi pas fjalës artiste? Agi është një njeri, një vajzë e qetë, një vajzë tamam artiste si që the dhe ti, një violiniste që nuk e ka lënë asnjëherë violinën, që në moshën 6 vjeçare. Atëherë ka nisur që në moshën 6 vjeçare edhe deri tani. Cili ishte suporti më i madh? Suporti më shumë ishin prindrit e mi, të cilët se mamaja nuk jeton më, domethënë artiste violiniste, kurse babai që jeton është dirigjent dhe ka qenë dirigjent i korit të karakteristik lira të qytetit Korçës. Dhe që atje domethënë ne kemi marrë, ne u ritëm me, jo vetëm me violinën, u ritëm me artin, u ritëm me muzikën. Edhe motra Agi apo jo? Dhe motra ka marruar për kanto. Kështu që të katërt artistë, domethënë gjithë familja artistësh. Dhe si kanë qenë fillimet, Agi, më shpjego. Tani fillimet kanë qenë pak të vështira sepse violina si instrument është shumë i vështirë. Dhe duheshin shumë punë dhe shumë orë që ti të studioje dhe që të bësh e dikushi. Por duke studiuar vazhdimisht dhe e ke filluar që 6 vjeçë, siç e thash. Dhe shumë orë intensive që fëmijë, derisa si ka qenë kërkesa e llogarisë nga ana e mësuesve? Po ka qenë goxha të rept kanë qenë, përveç mësuesve, gjithashtu dhe prindrit e mi kanë qenë kërkues ndaj meje, domethënë, që të ecja përpara dhe e mban mend performancën tënde të parë kur ke luajtur për herë të parë dhe atë emocionin? Po ne bënim saxho. Të bën të përshtypje, nuk është se kishte emocione. Në klasë të parë bënim saxho çdo domethënë mbarim të semestrit edhe të vitit shkollor. Si ndiheshe kur dili aty në skenë? E kujton ndonjë moment? Po kishe emocione. Po jo e vogël, kur rritesh atëherë ndjenje më tepër atë përgjegjësinë që ti do dilje në një publik i cili do të dëgjonte, do të duartrokiste, por kishe merakun mos bëje një gabim. Çfarë ndodhte nëse bëje një gabim? Çfarë ndodhte pasi mbaronte shfaqja? Tash nuk ndodhte në gjë e madhe, jo. Thash se të bërtisnin më shumë. Jo, po të vreta jo, domethënë sepse duke ditur që ti do që të japësh më të mirën, thua pse të gaboj kur unë kam studiuar gjatë gjithë kësaj kohe, dhe të gaboj në një moment të veçantë, domethënë që ty të shohin që të gjithë. Kjo është. Po tani domethënë jemi përballur me shumë, me emocionet shumë. Sa herë që del në skenë, ke gjithmonë një emocion. Gjithmonë ke emocion kur del. Pavarësisht se ne kemi dalë shpesh në skenë, prap sa herë që dal në skenë edhe tani, prap un kam një emocion. Po për çfarë? Edhe bashkë kur flasim tani, mos duket se jam kaq çfarë si ndani emocionet? Se un kam dëgjuar për shembull që ka emocionet që të bllokojnë, janë emocionet të këqija ato? Tani këto emocionet nuk i kemi shumë të këqija. Janë emocione që janë për mirë, domethënë, po përsëri i ke ato emocione. Të ingranojnë. Po, sepse ti do të bësh që publikun ta shijojë atë çfarë do të bësh ti dhe të futet sa më brenda asaj muzikës tënde që ti. Në fakt, Agi, unë të kam ndjekur në disa nga performancat e tua dhe ti e përcjell atë emocionin që, më thënë, është magji. Violina vetë si instrument, por edhe artistja është për të përgëzuar. Agi, ti gjatë gjithë kohës në kontakt me fëmijët, me të rinjt, duke qenë se edhe punon në shkollë. Çfarë këshilli u jep fëmijëve zakonisht kur shikon që ata e kanë një vesh muzike? Ju them që të merren me muzikë, të merren me artin, sepse është i bukur dhe
të shpije edhe në një botë tjetër, do më thënë që ti të harrosh shumë gjëra në jetën e përditshme. A vlerësohen artistët në vendin tonë? Qa pyetje, bobo. Tash të them të vërtetën, nuk vlerësohen. Tamam. Artistët meritojnë shumë. Se ne shohim artistët që kur janë jashtë Shqipërisë, domethënë artistët tanë po shkëlqejnë për skenat botërore. Këtu nuk vlerësohet arti shumë. Në Shqipëri flas. Çfarë do nëse ka plot artistë që i kanë lënë pas dore dhe që nuk i mbështetin. Nuk motivohen për të nxjerrë dhe ata një punë më të mirë. Nëse s'do isha bërë violiniste, çfarë do isha bërë? Nëse s'do bësha violiniste, do bësha muzikologe. Përsëri në të artit do t'isha, se për mua ka qenë një periudhë pak e vështirë në momentin kur unë mbarova shkollën e mesme dhe duhet të futesha në universitet këtu në Tiranë. Ky ka qenë momenti pak më i vështirë. Dhe atëherë ka qenë me konkurse dhe futeshin shumë pak veta, duke qenë se unë vi nga Korça dhe këtu do me thëmë pak a shumë këta të Tiranës, se liceu ka qenë shumë herë më lartë, jo se liceu i Korçës, jo Korça dhe Shkodra kanë patur vërtet lice shumë të fort, shkolla të forta. Dhe konkurova, po nuk fitova, sepse u futën vetëm 4. Sa ishin personat që konkuron? Ishim gati 10-12, u futën vetëm 4, e kupton? Po të tjerët, i bie që të mbeteshin pa shkollë. Po, ngelen një vit, domethënë, dhe që atëherë unë nuk doja, pastaj thash, nuk do ta vazhdoj më violinën. Ashtu, mërzite? U mërzita dhe thash nuk do të vazhdoj më. Po më pëlqente muzikologjia, dhe thash po ashtu të vazhdoja muzikologjinë. Dhe pastaj çfarë ndodhi? Po indicia dhe motrës time dhe prindërve të mi që është gjuna që ti ke bërë 12 vjet, pse ta lesh, sepse je shumë mirë, pse duhet që të stoposh? U riktheva përsëri, erdha konkurova, fitova dhe vazhdova. Erdhi vitin tjetër pastaj. Po, vazhdova shkollën e lartë. Pastaj jetove në Tiranë. Një vit në fakt kam qenë në liceun e Korçës, te ftatashkë Korçë, kam punuar atje si violiniste, si mësuese violine. Pastaj që në vitin 2002 që u hap shkolla Protagonistët, kam ardhur këtu në Tiranë. Po vitet e shkollës si studente, Agi, ç'a kujton? Si ishte Tirana atëherë? Kanë qenë vitet bukura, më thënë drejtën. Unë kam jetuar në qytet studenti. Kemi qenë ke godina 7 atje. Bukur. Kemi kaluar vërtet shumë mirë. Bënit aktivitete, si ka ndryshuar? Bënim aktivitete, bënim koncerte plotë edhe me Akademinë e Arteve dhe me orkestra të ndryshme që kemi qenë në Itali, kam qenë në Bullgari, me orkestra, domethënë të bashkuara me të rinjtë e shteteve të ndryshme. Kështu që i kujtoj, po. Po dhe në akademi kam studiuar, në fakt, çohesha shpejt, që në 6, domethënë duhet isha në akademi, se pastaj më ziheshe klasa ku duhet studioja, dhe pastaj rikthehesha përsëri në darkë, rinim deri nga ora 10 që studionim. Po kemi qenë një grup studentësh shumë i kujton me nostalgji. Po, shumë të afërt me njëri tjetrin dhe përsëri ikim bashkë e bënim. Marrëdhëniet? Po, me disa po. Ka shkuar çdo gjë mirë domethënë. Shumë mirë. Po sot këta artistët e rinj, a mendon që përjetojnë po të njëjtat momente që keni përjetuar dhe ju atë shoqërinë e bukur dhe të pastër? Nuk e di, me thënë drejtën se tash sepse janë ndryshe rinia sot dhe ndryshe kemi qenë ne. Çfarë mendon se ka ndryshuar nga rinia? Po çdo gjë se ka evoluar çdo gjë, edhe koha dhe çdo gjë ka ndryshuar. Si e shikon ti brezin e ri? Të pyes drejt për drejt se nuk po më përgjigjesh aty ku dua unë. Agi, unë e di që ti ke një marrëdhënie shumë të mirë me të rinjt, me fëmijët, edhe këtë e the me siguri. Je një kraj djast për kam qenë gjithmonë në krahun e tyre dhe jam gjithmonë në krahun e nxënësve dhe të brezit të ri, me thënë të drejtën, për t'i mbështetur për çdo gjë. Jo vetëm nga ana e artit, domethënë, po nga çdo gjë. Se dua të pyes si mësimdhënëse, jo vetëm nga ana e artit. Pikërisht prandaj ta bëj pyetjen. Si duhet ndryshoj, si ka ndryshuar sjellja
e mësuesve kundrejt brezave të rinj, a janë ata më të kujdesshëm apo më kërkues? Unë mendoj që në fakt ne kur kemi qenë nxënës, kemi qenë më e dëgjoni më tepër fjalën e mësuesit. Jo se tani ky brez nuk e dëgjon, po duhet të kenë më respekt ndaj mësuesit. Mendoj unë nxënësit. Ne kemi qenë tjetër brez, mendoj. Ka ndryshuar. Ka ndryshuar brezat. Edhe sa vjen edhe ndryshojnë brezat. Se dim se ku do dalim, po. Gjithmonë thatë çdo kohë ka djajt e vet, kështu që shpresojmë për çdo gjë për më të mirën, po. Okej, Agi, do kthehemi përsëri tek violina. Nuk e di pse, po dua të të shoh kështu duke luajtur një pjesë tani, dua patjetër. E di çfarë kam në mendje? Ai filmi, se dhe filmave shqiptare ka ikur pa koha, sikur nuk i po i shohin më, po unë i kam shumë qef. Po mirë, unë të ta them unë filmin. Të ta them se vdiqja. Po ti ma thuj më. Nuk e di tani Agi, nëse e luan si pjesë, bravo. E filmit Tinguj luftë, është ai djali i vogël që ka pasion violinën edhe kur kërkon ta marrë nga ajo lartësia i bie violina poshtë. Nuk e di pse, po kolona zanore atij filmi është shumë, nuk e di se nuk dua të vë në siklet, po do përpiqem të bëj një fragment të vogël. Okej, ta provojmë. Meqense të pëlqen shumë. Po, më pëlqen, po pasi do luajmë prapë nëse këtë punë kemi këtu. Imagjino pak ta kishe edhe pjesën tjetër të orkestrës me vete. Qa do bëj? Do naftosh një ditë? Po. Do naftosh një ditë? Do vim në një ditë edhe me grupin? Akustika? Do dali super gjë. Edhe kur keni aktivitete, sigurisht, na keni mbështetje, edhe më vjen shumë mirë që në Shqipëri kemi artist të mirë, edhe pse nuk i jepet zë të gjithëve. Nuk e di pse, nuk jeni shumë mediatik, nuk dilni shumë në media. Si jemi në qikë shu, pasi të thjeshtë të themi. Nuk i pranoni ftesat kur ju vina, pa thjesht nuk i kushtohet vëmendje. Ne vazhdojmë, ne duam që të luajmë muzikën tradicionale, pak muzikën klasike. Më thënë jemi të kjo muzika pak aristokrate, mund të themi. Po shikojmë në fakt që këtu në Shqipëri duan shumë atë muzikën talava, ose marrin një DJ, marrin vetëm një piano, dhe kurse ne duam të ruajmë atë muzikën që kemi 2 kitara, violinë, edhe një këngëtare. Ka ndryshuar shihet, se më përpara pëlqehej më shumë muzika klasike, edhe popullore, se ju bën edhe muzikë popullore nëse doni më këtë. Po bëjmë popullore qytetare. Po. Nuk jemi tek kjo muzika. Se ka dhe popullore fshatare? Talava. Pse popullore, si quhet talavaja? Use nuk e di. Tani popullore qytetare dhe popullore fshatare? Jo fshatare, popullore talava. Po nuk është talavaja popullore, apo popullore është? Popullore. Për shembull, kush është një muzikë popullore qytetare, pranvera filloi me ardh. Tani kur më thuk shumë tituj, unë nuk e di. Apo Lule Bor janë popullore po janë qytetare. E kuptoj, që janë i ka folklori janë, domethënë. Po mirë, kur më thumë tituj Agi, unë nuk i di. Tash vetëm po më luajti që më kujtosh. Me violinë, gorda fare për atë violinë, atë pranverën, atë këngën shkodrane.
Do të shoqëroja me zë, unë? Do të shoqëroja me zë. Po s'dik. Dashurie. Zbashku jetën me kalu. Ndërkohë që ti po e luaje këtë, më vinte vetëm në mendje Bujar Qamili. Nuk e di pse. Ndoshta nga që kemi dëgjuar tashi, dëshirat e mia I plotësove. Po. Ndoshta edhe për publikun se realisht jemi të dëshiruar të dëgjojmë muzikë, jo se na pengon kush, por duke mos u dëgjuar nga masa, po largohemi edhe neve që e duam këtë lloj muzike. Ashtu është. Tashi të luaj një pjesë që të shoqëron ty kudo, e ke aty si himnin tënd personal, një pjesë që ti e ke ta identifikojmë. Kjo është kënga e Agit. E Agit. Un kam domethënë shumë. Kam 2-3 domethënë që më pëlqejnë shumë, është nga filmi Shëndërlist. Po më pëlqen edhe ajo Rrugës I Trishtuar. Më pëlqen shumë dhe ajo. Zgjidhe. Do këndoj unë. Se di fjalët. Filloj nga fillimi, ta provojmë. Hajde, jepi. Rrugës I trishtuar, dikush po ecën një I dashuruar. Dhe fare vetëm dashurin që humbi, duke menduar. Nuk jam për këtë sport. Mirë ishe, jo kesh. Ndoshta, ha? Ire, Mirë lese, mirë, kam okay. fiksën të lozon e Lifara. Agi, nuk e di se të falenderoj, na ke dhuru momente magjike. E tani po pendohem se s'bi unë për ftesën. Absolutisht, po unë pse si bi asnjë vegle muzikore. E di se do kisha qef? Avash. Në çmosh mund të filloj njeriu të ndjekë Të këtë. studioj një. Pa. Tani Që zëthem unë, Tani që të mësosh një instrument, mund të fillosh edhe që 6 vjeç. Unë po them, unë Që fillon. që jam Për ta 35. mësuar, kurse në moshën tënde 35 mund të fillosh për të mësuar kitarën, që është Më e lehtë. është më e thjeshtë për të mësuar. Edhe pianoja, kurse violina është më e vështirë në fakt, Duhet sepse çdo notë dhe çdo gjë ti e gjen me vesh. Nuk I ke të ndara si që I ka, për shembull, kitara që I ka me perde dhe I ka notat e caktuara, këtu është lak, këtu është mi. Kurse violina çdo gjë ti e kap me vesh. Duhet të kesh një vesh muzikosh shumë të mirë që ti biesh violinës. Nuk e... Pianoja normalisht I ka atje notat dhe ti je detyruar që vetëm pozicionin. Kurse violina është pak më e vështirë si. Prandaj thonë dhe mbreti instrumenteve violinës. Është edhe një tjetër kështu, violonçel quhet ajo? Ai është violonçel. Një mesazh për të rinjt. Kryesisht se edhe këtë podcast që kemi hap edhe kemi organizuar më shumë për të shërbyer, për të dhënë zë vlerave dhe për të shërbyer sadopak brezit të ri. Po. Një mesazh për të rinjt, mos keni frikë të shprehni veten tuaj nëpërmjet artit dhe mundohuni që të rini në Shqipëri dhe të kontriboni pak për vendin tuaj të bukur. Faleminderit. Faleminderit juve.